Ne e shpërdorijmë kohën pa e kuptuar. Një profesor hyri në sallën e leksioneve dhe i pyeti studentët e tij: nëse do të kishit $86.400 me vete dhe dikush do t'ju vidhte $10, a do ta ndiqnit për t'ia marrë $10 apo do ta lini dhe do të vazhdonit të rrugën? Të gjithë studentët u përgjigjen: sigurisht që do ta lëm dhe do të mbajmë $86.390. Profesori tha: në fakt, shumica e njerëzve bëjnë të kundërtën dhe të gjithë humbasin $86.390 për $10. Studentët thanë: kjo është e pamundur. Si dhe kush e bën atë? Ai tha: në realitet, 86.400 është numri i sekondave në një ditë. Për një fjalë të bezdishme që dikush ju thot, ose një situatë që ju zemëron në 10 sekonda, do të vazhdoni të mendoni për atë situatë për pjesën tjetër të ditës, dhe ato 10 sekonda do t'ju bënin që të humbisnin 86.390 sekonda. Prandaj, mos lejoni që një situatë apo një fjalë negative t'ju azbras energjinë, të menduarit dhe të dobësojnë vendosmërinë tuaj për pjesën tjetër të ditës, sepse koha është më e shtrenjtë se pasuria. Ai sekond që ikën nuk kthehet më. Allahu i madhëruar betohet në kohën në Kur'an, e kjo do të thotë se koha ka shumë vlerë. Pasha kohën, me të vërtet njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri tjetrit durimin.